Kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj ka vazhduar takimet zyrtare të planifikuara në vizitën treditore në Maqedoninë e Veriut. Stacioni i radhës ishte Tetova, ku Begaj u prit nga kryetari i komunës Bilal Kasami. Përveç Kasamit, Begajn në Tetove pritën edhe një numër i madh i qytetarëve, si dhe fëmijëve që kishin dalë në rrugët e qytetit me flamujt kuqezi. Presidenti shqiptar, në fjalimin e tij para qytetarëve të Tetovës, foli për rëndësinë e kultivimit dhe ruajtjes së gjuhës shqipe, si dhe për marrëveshjen e Ohrit, e cila sipas Begajt ka siguruar të drejtën themelore për çështjen e gjuhës. Të gjithë ne, sipas mënyrës tonë, sipas mundësive dhe aftësive, duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. Të ruash gjuhën, traditat dhe elementet e tjerë identitarë dhe t'i promovosh këto vlera ndërbreza e ndërvise është kauza jonë e përbashkët, kauza që na mban gjallë. Për sa kohë që gjuha shqipe ka mbijetuar, kjo është dëshmi e përpjekjeve që ja bërë për ta ruajtur dhe për ta trashëguar atë. Ne kemi detyrimin ta vijojmë këtë mision, ta trashëgojmë atë brez pas brez. Niko Qiri e cilësoi ditën e sotme si një ditë të veçantë për qytetin e Tetovës, sepse siç tha Kasami, për Tetovën dhe tetovarët është nder i madh të mirëpresin presidentin e Republikës së Shqipërisë. Para Begajt, Kasami tha se kjo është dëshmi e lidhjes së fuqishme të shqiptarëve kudo që ndodhen me Shqipërinë. Kjo vizitë shënon jo vetëm një takim institucional, por edhe një shprehje të gjallë të lidhjes së fuqishme që ekziston mes shqiptarëve kudo që ndodhen dhe adheut të tyre Shqipërisë. Tetova është një qendër e rëndësishme kulturore, arsimore dhe ekonomike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Ne e kuptojmë rëndësinë e bashkëpunimit me vendin nam si një mision të përbashkët për zhvillimin dhe ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Gjatë vizitës, Begaj dhe Kasami bashkërisht kanë vizituar monumentet e njohura kulturore të Tetovës, si Xhaminë e Larme dhe Arabati Baba Teqe.